kur vjen puna tek kallëzimet tona penale dhe kërkesat për hetim, prokuroria veprojnë si kërmej, do me thënë që nuk veprojnë, ndërka që kur vjen puna që del në ndonjë portal, ndonjë gabim ose shkelje procedurale ndonjë ministri në formë aludimi, atëherë nga kërmej të ngadalshëm shndërrohen në lepuj shpejt. Ky është vetëm njëri nga epitetet që u dha prokurorëve. Edhe sa kishte mandatin e plot, por edhe si kryeministër në detyrë, Albin Kurti nuk kurseu gjuhën në luftën e hapur ndaj sistemit prokurorial dhe gjyqësorit. Bile këtë vit edhe i kërcënoi publikisht prokurorët. Partia mare politike opozitare, prokuroria e shtetit nuk do të ketë deputet në legjislaturën e 9, atëherë le të shkojnë shpe. Me vëshkup skop se del në punë se s'janë të popull. Atyre ju kushtonte edhe postime të veçanta duke i këshilluar si të veprojnë me raste. Këta si respekton as kur vet është i përfshirë, madje edhe i sfidon. Qysh në muajin dhjetor ka qenë mundur që të kryhet ky intervistim dhe të jepet dëshmia nga ana ime. Nëse prokuroria e ka pas shumë të rëndësishme dëshminë time, ajo do të vinte tek ne. E kjo qasje ndaj sistemit të drejtësisë po kritikohet ashpër. Qasja e qeverisë dhe institucioneve tjera kundrejt sistemit drejtësisë, domethënë kundrejt këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorial, ka qenë më ashpër se kur. Për dallim nga qeveritë më hershme, të cilat kanë pas një qasje destruktive. Komunikimi mes palëve dikush thot se ka një prapavi. Zoti Kurti mundohet të kap edhe sistem prokurorial si që ka kap sistemin gjyqësor, tu emëru të gjithë ata gjykatësat pa marrë parasysh se çdo kandidat që kandidon për një vend punë është i pavarur, por ja për e dim Kosovë, na sidomos që shpunsohen ata gjyqtarë, që shpunsohen stafi administrativ, bashkëpunëtor profesional dhe këtë neve nuk mund të na shesin neve juristat. Një tjetër sulm kreu i qeverisë në detyrë e kishte edhe në shtator të këtij viti ndaj 5 gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, kur i quajti relikte të trashëgimisë jo kulturore. Por kësi gjuhë nuk përdor Kurti dhe varësit e tij kur vendimet e drejtësisë u shkojnë për shtati. Madje këto qëndrime ka pas raste kur ka ndryshuar brenda dite sikur në rastin e muajit të kaluar. Albulena Haxhiu përgëzoi prokurorin për rastin e numërimit të votave në Mitrovic. E të njëjtën ditë akuzoi atë kur ja dorëzuan aktakuzën ministres në detyrë të tregtisë Rozeta Hajdarit për rastin e keqpërdorimit të rezervave shtetërore.